Shpesh apo gjithnjë Shqipëria lakmohet për nga potencialet e mëdha natyrore që ka. Lakmohet si nga vendasit ashtu edhe nga ndërkombëtarët. Këtyre ushtohen më pas gjendja që ndodhen aktualisht, që natyrisht ka ende shumë hapësirë për zhvillim. E thënë ndryshe që dora e njeriut të veprojë. Por cila mund të jetë një nga arsyet që turizmi në Shqipëri duhet të zhvillohet? Nga vizitat e ndërkombëtarëve në Shqipëri, një nga mbresat më të veçanta që kanë për vendin është pikërisht mikpritja. E ndër të tjera, zhvillimi i turizmit ka një ndikim domethënës në rritjen e numrit të punësimit dhe të mirëqenies. Veç kësaj, bën pjesë edhe në procesin e integrimit europian. Tourism is a great sector. It's interesting. Turizmi në fakt është një sektor shumë interesant. Është jetë nga zëllues. Nëse ti je nga Franca, nëse je nga Amerika, nëse je nga Shqipëria, është gjithsesi një sektor shumë i rëndësishëm. Dhe mendoj që në Shqipëri ka shumë arsye pse ne duhet të jemi optimist për zhvillimin e këtij sektori. Së pari, para se gjithash, Shqipëria ndodhet në një pozicion shumë të varroshëm, është pjesë e Europës, kështu që kjo ndihmon dhe pozicioni që ajo ka. Sipas përvojës që unë kam pasur deri tani, europianë më pëlqen të udhëtojnë, dhe gjithashtu kam parë që ata udhëtojnë. Por besoj, jo vetëm mua, por edhe të gjithë vizitorëve që kanë ardhur në Shqipëri, ajo që u ka bërë më shumë përshtypje dhe u ka lënë brez është ngrohtësia dhe të qenit e hapur që gjendet të shqiptarët, sepse ka një ngrohtësi dhe miqësi të natyrshme që ne e provojmë dhe e përjetojmë çdo ditë. Ka gjithashtu një ndjesi shumë të madhe krenarie që shqiptarët kanë për trashëgiminë e tyre, për veten e tyre, për kulturën e tyre. Turizmi si një industri me rritje të shpejtë që prodhon të ardhura, hap vende pune, rrit mirëqenien për komunitetet pritëse, konsiderohet si një urë që i sjell kulturat pranë njëra tjetrës, si ndërtesa e njerëzve me kultura e fe të ndryshme që inkurajon mirëkuptim dhe jep kënaqësi. Pozita gjeografike ka dalje të gjerë në detet Adriatik dhe Jon, me një vijë rreth 450 kilometra, ku plazhet ndërthurën në forma të ndryshme si ranore ashtu edhe shkëmbore. Dalja e gjerë në detet Adriatik dhe Jon luan një rol të rëndësishëm si porta lidhëse midis pjesëve të ndryshme të Evropës jugore me atë juglindore. Andaj, ndërtimi i arterjeve të rëndësishme rrugore që janë realizuar apo planifikuar për lidhjen e këtyre pjesëve mund të shërbejnë mjaft mirë për rritjen e fluksit turistik dhe ngritjen e një infrastrukture të zhvilluar turistike.
Përveç se daljes së gjerë në dete, i shtohen edhe pasuritë e shumta ujore, si liqenet, detet, ekzistenca e shumë ujvarave në shpatët e maleve dhe lumenjve, të cilat përbëjnë pasuritë më të mëdha të turizmit në vend. Këto burime natyrore paraqesin një tablo impresioniste të mrekullueshme, duke i dhënë mundësi zhvillimit turizmit ujor, duke qenë se përbën ndër preferencat kryesore të turistëve. Një nga zhvillimet me rëndësi domethënëse është edhe hapja e shkollave të zhytjes. Një nismë e tillë do të fillojë në një nga perlat e natyrës shqiptare në Bregdetin e Sarandës. So we have a diving school in the south of Albania, in Saranda. We are running different sport activities. Ne kemi një shkollë zhytje në Bregdetin e Sarandës, e cila ofron sporte të ndryshme si zhytje, sporti kanoeve, ciklizmi, dhe po promovojmë një lloj turizmi aktiv, një mënyrë e re për të kaluar pushimet. Shumica e njerëzve që po punojmë janë të huaj, por kohët e fundit ka shumë shqiptarë që po interesohen këtë vit. Shpresojmë që të kemi një shtim të madh në numër të interesuarve. Është një vend i bukur dhe shumë tërheqës. Ajo ka një gamë të gjerë atraksionesh historike, kulturore dhe natyrore që përbëjnë një interes të madh për turistët ndërkombëtar. Vendi është i sigurt, njerëzit janë mikpritës dhe miqësor. Ajo që është më e rëndësishme, vendi është ende autentik. Ai mbetet në një shkallë të madhe i paprekur nga dikimi i huaj. Në këtë aspekt, Shqipëria është unike në llojin e saj dhe ofron një spektër shumë të gjerë mundësish investimi në fushën e turizmit dhe ka trashëguar mbi 2000 objekte të shpallura, monumente kulture, tre për cilave tashmë janë pasuri botërore e njerëzimit të mbrojtura nga UNESCO, si Butrinti, Berati, Gjirokastra. Gjithashtu, e rëndësishme për të përmendur janë disa nga zonat me studime urbanistike të miratuara ku mund të investohet, si zona bregdetare e Orikumit në rrethin e Vlorës, zona e Gjirit të Drinit, zona bregdetare e Velipojës në rrethin e Lezhës e tjerë. Një tjetër faktor i rëndësishëm është edhe klima mesdhetare e vendit, për të cilën do të shtonte së shumti numrin e turistëve. Dominimi i klimës mesdhetare në brigjet bregdetare dhe me ndikim kontinental drejt lindjes dhe veriut mundëson zhvillimin e turizmit e llojeve të ndryshme, thuajse në të gjitha sezonet e vitit. Kështu kjo klimë krijon kushte shumë të përshtatshme për zhvillimin e turizmit malor, sportet dimërore, sikurse edhe llojeve të ndryshme turistike për arsye si shëndetësore, klimaterike, alpinizëm, gjithashtu dhe turizmi detar dhe balnear. Shqipëria përbëhet nga forma të ndryshme të relievit me kombinime të bukura të relieveve malore me ato kodrinore. Perfekte për atë që dashuron aventurën. Sportet dimërore si skit, gjithashtu dhe alpinizmi në stin të ndryshme të vitit. Pamjet spektakolare që dhurohen nga lartësi të ndryshme, si dhe bukuritë e shpateve të natyrës përreth, përbëjnë interes të veçantë për turistët. Në zona të ndryshme janë ndërtuar rezorte me kushte të përshtatshme për turistët, si në pjesën veriore, në luginën e Valbonës apo në verilindje të Kuksit, ndërkohë që ka ende shumë pjesë të tjera të relieveve ende të pashfrytzuara. On a UNDP EU funded project, and we're developing Kukas region tourism. Of course, Valbona is one big part of this. PEU funded project. Po zhvillojmë turizmin në Kukës dhe gjithashtu edhe Valbona ka qenë pjesë e saj. Po mundësojmë që të japim informacion mbi origjinën e turizmit dhe gjithashtu po promovojmë turizmin e këtyre dy zonave.
Ndaj i ftojmë njerëzit të vizitojnë këto vende dhe traditat e tyre, si ushqimin, zakonet dhe mrekullitë natyrore që disponojnë. Me anë të televizionit tuaj, i ftojmë njerëzit të vizitojnë këto vende dhe gjithashtu me anë të kësaj konference të shtohen investitorët dhe të ndihmojnë në ndërtimin e Shqipërisë, sepse mund të themi që ka shumë potencial të pashfrytzuar për zhvillimin e turizmit. Yes, Kukës. Këtyre pasurive të paçmueshme ushtohen edhe bukuritë bimore dhe shtazore. Kjo pasuri shprehet në disa kate bimore, duke filluar nga bimët tipike mesdhetare, duke shkuar tek llojet e bimëve të viseve të larta, deri tek kullotat alpine. Shumica e këtyre vendeve natyrore janë të pashfrytzuara, por në vendet e caktuara si Razma e Shkodrës janë krijuar parqe natyrore. Gjithashtu në vende të ndryshme zhvillohet turizmi i gjuetisë. Pika të tilla natyrore janë tipike për të apasionuarit e natyrës, veçanërisht për çdo që dëshiron të kalojë pak kohë jashtë monotonisë të qytetit. Me zhvillimin e këtyre parqeve në rang ndërkombëtar, Shqipëria do të ishte pa frikë një nga vendet më të rëndësishme të ekoturizmit. Mund të flasim pafund për këto potenciale dhe çfarë i sjellin Shqipërisë këto zhvillime. Nuk është problem që nuk e ka çelësin e zgjidhjes. Strategji që mund të ndërmerren janë të qarta.
Jemi në një moment tashmë kur nuk dyshojmë që nëse ne zhvillojmë turizëm apo jo, por ne duhet të punojmë për të qenë konkurrues. Të gjitha këto burime turistike, natyrore, historike dhe kulturore përbëjnë potenciale të cilat vetëm nëpërmjet një planifikimi, zhvillimi dhe menaxhimi të qëndrueshëm mund të sigurojnë përfitime për shoqërinë tonë të tashme, si dhe hapësira zhvillimi për brezat e ardhshëm. Ndaj le të jetë Shqipëria e denjë për atë që është, me vlerat e saj të paçmueshme si natyrore ashtu edhe morale.